Por është ngret, ti si avokat, ke kundërshtuar prokurorin në gjithë format e mënyrët, edhe me ndërgjegje duke i pa provat e Por të takon. Jo, s'më takon fare, se kam bërë. Po jo pra, po nuk je shejt ti për planet. Jo, s'ka lidhje me shejtin. Nuk je shejt ti. S'ka lidhje me shejtin fare. Ti edhe kur ka bërë vrasin, ti nuk e ka bërë vrasin. Jo, sepse detyrën tënde ose justifikon vrasin e tij për diçka tjetër. Kjo nuk do. Korrupsionin e tij super diçka tjetër. Kjo është mungesë profesionalizmi. Kjo është mungesë profesionalizmi. Një avokat profesional nuk thot nuk e ka bërë, se nuk e din ai. Ai thot prokuroria nuk ka prova se kjo është bërë. Nuk provon që klient i ta ke bërë. Nuk thuhet, kjo është mungesë profesionale. Gjykata, jo se ka bërë. Tash ti po bën edhe avokati. Prokuroria ka detyrim kushtetues provoje veprën penale. Një avokat profesionist, po të mbaj pa disa po ti vazhdo ti po bën edhe prokurorin, edhe gjykatin, edhe avokatin, edhe politikanin, a folën në mendim. Edhe si sa të gjë tjera, po ju pra ju po skrivni. A the ti thua kështu? Ti the si avokat, thua kështu në sallë gjyqit. Problemi është jo, se s'kemi qenë në herë në sallë gjyqit, por po them jo, një avokat profesionist nuk thot kur ka ndodhur s'ka ndodhur ngjarje, se nuk është hetues avokati. Avokati thot zotëria kemi bashkë politik, kemi qenë bashkë në parlament. Kam qenë 2 vite me Plarentin në parlament. Ne kishim të drejtë për rast saktuara. Për rekej Clarenti me profesionin e tij që ta kundërshtonte totalisht gjën dhe kur ishte e zeza që po ngrenë kamp. Jo, më nuk ekziston vendimi i gjykatës, nuk duhet të respektohet, të zbatohet sepse është i padrejtë vendimi i gjykatës. Do të shkojmë atje. Jo, vendimi për kolegët tate. Ti mendon se po jeni ju tash. Mendon se nuk jeni besueshëm. Se kush më i besueshëm, ta lëm një tjetër flasim, e të kuptojmë se sa besueshëm jemi. Ajo kolege e gjykatës kushtetuese vazhdoi të kemi një mendim dhe ashtu është. Dhe mos a hapim atë temë. Po dush e hapim atë temë rrim tu gjydatën. Tani s'është fare, vazhdoi të kemi njëjtin qëndrim dhe më keq me përdor këtë. Jo, unë edhe gjitha bëra se nuk e personalizova debatin. Unë nuk të them ty që rrek. Unë nuk jam rrek kur. O dashur, unë do thash ty personalizoj. Po më çem se kem mos ma bë këtë rrek, mëso sa jam kur. Unë jam i drejt për drejt. Po unë i drejt për drejt. Eksakt. Jo rrek, përpiqet. Rrek përpiqet fare. Rrek, rekur i përpjek. Jo në kuptime, jo rrek përpiqet gjende gjërat pa gjetshme. Jo nuk jam përpjekur dhe jam gjetur lehtësisht gjërat. Dhe për këtë po dush mbaj gjithnatën këtu unë se ka drejt prap ajo kolege ime. Po e lëm atë diskutim. Ajo që po bëja unë diskutim është se kjo për një rast shumë të për një vendim drejtësisë. Ata fillojnë të bëjnë referencë për vendim drejtësie. Mirë. Se nuk na shkon ta bëjmë këtë debat se jemi profesionistë. Mund ta mbyllim tani sepse po shkojmë ajo që po them unë është një avokat profesionist, se edhe kjo ti bësh avokatët sigur mbrojnë klient me çfarë do lloj mënyre dhe çfarë do lloj kushti edhe për jo gjithë sigurisht se ka sigurisht që ka avokat, por një avokat profesionist nuk mund thoje se nuk e di avokati, që ka ndodhur ngjarje apo s'ka ndodhur ngjarje. Për këtë është prokurori paguhet nga taksat tona dhe taksat e avokatit. Edhe avokati paguan prokurorin që të gjejë ka ndodhur apo s'ka ndodhur ngjarje. Avokati ka të drejtë të mbrojë parime kushtetuese, siç është prezumimi i pafajësisë. Pra prezumimi i pafajësisë nuk është marrë me muhabete kafenesh, e me muhabete prokurorësh nëpër vendet që frekuentojnë ata. Dhe hajde apo siç thotë dikush që kjo prokurore kush e tha, kryetari flasim apo jo, se jemi duke folur për shtetin, se duke folur për avokatët në privat. Avokati ka një kontratë dhe punojnë me kontratë. Tani ne po flasim për shtetin, ky ty merret me avokatin. Po shteti pra problemi publiku të shtetit se pagu taksa. Pra publiku ka interes për taksat që paguan ku shkojnë. Dhe për këtë përgjigjet prokurori dhe gjyqtari që kanë detyrim për të ushtruar pushtetin e tyre, me cilin paguan. Ajo që po them, unë e tha kryetari i dhomës avokatisë. Prokurori që thotë nuk kam prova, por unë mendoj që është i fajshëm. Kjo është merë, që të me thënë kjo? Që ndryshimi ka ky prokurori sot me një prokuror si Areni Qela,
Çfarë ndryshimi ka? Partia thotë është i fajshëm, je i fajshëm. Sot mendoj dhe kam bindjen që je i fajshëm, je i fajshëm. Jo, në shtetin tonë që me këtë kushtetutë, vetëm nëse ke prova dhe jo do si do. Po prova për të çdo dyshim të arsyeshëm. Për te gjykata. Gjykata. Kur e vendi gjykata dhe shi heshtri. Po lërë mos për mentalitetin, o zotëri. Jam duke folë për mentalitetin. Mentaliteti është do publik, a do të jap një rast tjetër. Ka thënë gjykata kushtetuese, ka thënë gjykata e Strasburgut, nuk hapet korrespondenca private pa vendim gjykate. Sot e kësaj dite sekuestron prap nga prokurori pa vendim gjykate. Çfarë do të thonë kjo? Qa është këshillok ndaj kushtetutës dhe gjykatës europiane? Pyetjen pra jemi se të gjitha këto shpjegime që bën ti, duket sikur jemi në një republikë prokurorë. Jo duket sikur jemi, po ka nuanca të shkuarës drejt asaj. Të shkuarjes drejt. Po pra, sepse unë tani nuk kam mundësi që ti vavulën kësaj gjës, se nuk i kam gjithë dhënat, po unë po them, për dhënat që kam unë dhe gjykata kushtetuese ta thot, gjykata europiane ta thot, korrespondenca është mbrojtur me kushtetutë dhe ti i hap prap. Pse i hapën? Pse i bë këshillok? Tani je mbi ligjin, je mbi kushtetutën. Atëherë këtu i bie që pushteti prokurorit apo po t'jap një rast tjetër. Ka një nën tjetër që është në 13. A ja kemi dhënë vetë këto kompetenca në atyre. Politika dhe gjithë bashkë. Jo, kjo është abuzim. S'është vërtet. Unë këtë po them pra, është në kundërshtim me ligjin, se po t'jenë e kanë marrë vetë ata këtë. E kanë bërë në kundërshtim me ligjin, po them shqip. Pra, nëse është kundërshtim me ligjin, do thotë se ka problem ligji. Si korrigjohet? Ore ti ta korrigjosh si dush ligjin. Ta korrigjosh si dush ligjin. Nëse s'ka vullnet ta zbatojë, s'ka për zbatuar. Korrigjohet në një këtë mënyrë. Ja ta shpjegojmë si korrigjohet sipas qëndrimit tim. Ai shkel ligjin për sipas mendimit tim korrigjohet duke kërkuar llogari dhënia. Po kush e ka vetëm inspektori i lartë, jo, e ka inspektori i lartë